Për çfarë tema? Për çfarë temë do të flasësh ti? Por për çfarë ke ardhur sot ti? Unë për ti çka ke ardhur për shembull? Unë kom marrë kot, me dal kot, po du me ditë për cilin o temë. Kaj do me ditë dhe do t'ikësh. Po. Unë kam dy temat, jo unë po i ka gjithë Shqipëria, jo se çka po diskutohet më shumë ti që zëvendësoj le të themi atë temën për sa i përket garës për Bashkinë e Tiranës, ngjarja që të rënditi të gjithë shqiptarët për sa i përket. A s'ba një temë tepër e vështirë? Orda, ç'është? Pësëja ka të marrë me edhe ka dhega i ma betë. Që thëtë? Me mera i spytë kush populli. Pësëja ka përshku këtë pësamës. E merë pësëja. Po kush po të pytë? Ajra të holë bashkë në goja. Pësëja... Po lemë është në hinë biset të përgjenë në dyhet. Jo, Pësëja ka përshku... me rekalin e shka me kall. Po në të holë, më britë flasim në hirë. Flasim jetë, po. Dë dërës. Sa të të rash jeni mërmur? Po, herde. Për çfarë tema? Për çfarë temë do të flasësh ti? Por për çfarë ke ardhur sot ti? Unë për ti çka ke ardhur për shembull? Unë kom marrë kot, me dal kot, po du me ditë për cilin o temë. Kaj do me ditë dhe do t'ikësh. Po. Du me ditë temën o çfarë teme ke? Do flasësh apo thjesht do me ditë dhe do ikësh, ka sjellë dikush apo ke ardhur vet? Po kush unë ka sjellë, unë kom komët e mia. Po, komë parë, po punë është ka dhënë dikush i porosisë, do të shkon deri atje, të pyesësh atë çfarë teme ka dhe ikën kaq, marrë. Por çfarë teme? Apo ke ardhur vet? Por çfarë teme ke dal ti o shok? Ore thjesht. A ke dal për vrasjen e atij? Për vrasjen e atij, a ke dal për Po atë? çfarë, bravo, do më fol për atë të jepi. Tani nëse i përgatiti për atë, javim Po s'jam përgatit unë, ati ja ka bërë shumë mirë se ka bra. Mas ati e kanë rrënë në tjerit. Se në hajdut, janë të kapën. Kas, a janë tokë të vetë, ja ka dhonë, pronën ati ja ka dhonë tjetit. Ja ka bërë shumë mirë se ka bra, edhe mas ati e kanë ato tjerit. Rritë fuzin burgër, se shu tha dhe i tjetër, edhe erdhe në arrestuan pas. O, letë mund të më hanë karin. Ta të lafe, qënë që mërtërosi, të vinë të ma shumë. Po, orë këtë fjallë e thamë, ja ka bon shumë mirë. As nesër nuk e, mos ke menime tjera nesër. Ja kanë bon shumë mirë se ka vra. Jepi tani, ma që ka më këtu se tani fillojmë. Mirë. Majar, tash ti. Tani, flasim për horoskopin e ditës sot. Po. Data 8. Ajo tema. Direkt është në satelit, Albania 1, Albania 2 shpërndahet në gjithë botën, çfarë po fletin gjithë mesazhe shkojnë ke Donald Trump. O shok, tash ti. Tani. Opa. Tash ti, ai shoku, ai personi ka pas pronën e vet. 30 vjet. Ku e dindi? Po si se kom dju, se unë nuk kom janë ti. Veja moj, hajde. Ti gjonge spion, Edhe këtë e theti be, po ke qishpa që flet nga autopolan ti? Që më thonë hajde moj be moj. Po që jam gjumë që të mund. Tani, i sekund, flasim parime të së drejtës. Pra është i palë, është edhe pala tjetër. Ti ke gjumë vetëm i palë. Pala si e ka vraja, ka bo mirë. E po mos u shje, kështu vrasje, dhunë, kuptim dhe fjallës. Si kuptim dhe fjallë e ka vra, ti thu të vrasi, ka bo mirë. Ja ka bo mirë se ka vra vetën e. Si i dha tokën e ti, ja dha tjetrit. Ora, ti thuj që duhet drejtësia. Duhet drejtësia. Bravo, këtu dil. Tashti, kjo, ta janë të kapur me shtetin. Bravo. Kjo është e saktë. Qëndron deri diku. Tashti, ai si e ka... Ai si më thaj ma heve. Ai si e ka vra, nuk është kriminal. Ai ka qenë 5 vjeç kur ka pas tokën e vet. U bo 30 vjeç pa morë pronën e vet. Pse se merr? Bravo. I kishe shkruajtur Edi Ramës kush disa herë. Gjithë këtyre politikanëve, kryeministrave, deputetëve, gjithë të parë të zonës. Po ti do dal fjalë time tash. Jo, po jam dakord me mua, po tash gjëm edhe palën tjetër. Pse nuk ja dhan tokën atij? O toka ime të vishta morësh ti për mos malit. Unë? Tjetër ose tjetër. Ai ne të fol për ata, Si të shirë, sa dosje janë si punë ati, i majnë aty të myllme. Kurse kur kanë dosjet e veta, këta hajdutët, i hapin ta. A je dakord? Po lërës, po qëke me këta ti më të folun. Hajdutët, dosjet e vet i hapin, e ne i bojnë si tunë vetë. Kurse të fukarejve nuk i hapin fukarejve. Kush e ka bëgë gjithë këte problemi ka që të mollu? Kush e ka kryu këto problemet që në fillimet? Sa vite ka tani, si përri edhe njëri që... Këta i ka kryu Sal Berisha i pari, Edi Rama i diti, Ilir Meta i treti. Të tre. Të tre janë kriminellat, do të varet në litar të tre. Ti qeke me popullin, jepe këtu. Se nuk pas ke fara as një... Që të hem punë mërë? Qeke fara as një partido. Unë jam komunist, po nuk jam me Edi Ramën. E kom pas në 5 kongrese me Enver Hoxhën, po jam me Edi Ramën.
Po, rrisoj, s'ka Jo, zonë. s'ka, kjo është real, kjo është i vërtet. Paktën e thot, nuk më shihet kështu si punoj. Ha? Si po, ai ishte spion ai ishte. Ajo i thotë ai gruaja të fitoj e moj. Ka di ajo se të fitoj e mojta. Pse të fitoj e mojta? Se erën vetë o fut në burg për Hajdut. Tash ajo të vun njërin tjetër, ma Hajdute, ajo, ma Hajdute se erën Verlia. Sot të fitoj se kanë këtë pushtetin këto. Kanë për nai finojnë to. Si fitokën ato, pa ditë, pa fut në zgjedhje sot fitoj. E vendosaj direkt. Po si u fitoka? Pse mos fitoj ky tjetri? Si ka mundësi? Ky tjetri se është shumë i mirë, ky si është si ka qenë kështu me këtë Që ka qenë këngëtar, që kënohet e djenë. Je këngëtar, je më Sanremo. Ky portokallis. Po Florin, po Pse mos fitoj? Pse mos fitoj? Po. Pse mos fitoj ai Flori? Po. Pse duhet fitoj Flori pra? Po do të fitoj se nuk është as Hajdut, as kriminal, as gjota këtë ka punu me gjeshtë Po pse vetë. mjafton që vetëm mos jesh kriminal Hajdut edhe mos ke bërë. Vetëm mos jesh Hajdut. Mjafton. Hajdutët nuk duhet vunë bashki. Unë kandidoj? Edhe ti me kandidu. Po Ose unë e tjetri. edhe ti. Vetëm Hajdutët jo. Si kemi nua si që ti të kandidosh. Nuk kandidoj unë, Nuk se kandidon. e di se janë Hajdutët, na rrethojnë Hajdutët, edhe nuk fitojmë me Hajdutët. Si nuk fiton me ato. Fitojmë me Hajdutët. Sa ato kanë lek, ne s'kemi lek. A ke njerëz për mrapa ti? Sa dush. Ku ke mos ke fëmijë? Po jo këtu. Si sheke. Hajde. Tani për ta mbledhë, Po, ka populli tani përveç pjesës ngjarjes, mos e lidh me ngjarjen se çka ka ndodhur tani. Por edhe me zgjedhjet tani që fitoi Rama, edhe me zgjedhjet që bëbojnë tani për kryetarët e bashkive. Kush fitoi? Roma thotë. Por nuk thash më, thot Kush thot? Se ke firmos, lesha thotë Ulsimania, Hajdut. Ulsimania ma Hajdut se ky si. gjithë Hajduta janë do. Krejt Hajduta janë ta. Ta mbështesin njëri tjetrin. Nuk kanë fitu me votë, s'kan fitu. Ta kanë vetëm me vjedhje kanë fitu. Pas një s'ka të Hajdu. Asnjë s'ka taj. As nga e mojta, as nga e gjatha. Veç unë e di jemi të Hajdu. As nga e mojta, as nga e gjatha. Veç unë e di jemi të Hajdu. Hajde, Pa, a është populli, a ka arritur populli në atë pikën që Populli i shkret e peto, ai mund të ketë njëri në punë, ai personi tjetër i pashmi, edhe bëhet si fukara, me gjuhë e Rama, si me ose hek pri pune. Populli nuk hajde bëjmë diskutim. ka sa dush e është pak nosh, po nuk del pri frike. Nuk del pri frike. Nuk shprehen, kanë Nuk frikë. shprehet pri frike. Ti s'ke frikë fare? Unë s'kam frikë. Fare. Jo, Asnjë. asnjë. Kë ke frikë ti? Unë kam frikë vetën time, Zotin. Të lumë. Bravo. Se zoti. Tjetëri më? Me që, ja këtu. Absolutisht jo. Ty. Unë edhe timi më të likësit e kësaj bote. Harroja të Nuk pisë. kemi më të likë, jemi trim. Kjo- Trim qef një usemi dje, pa dje. Bravo. Po na i kjeti si e vroi, trim ishte. Si e vnis. A i qe a një usemi, i dytë. Aj. Ato thash në unë. Populli vun prap një ustem, zotni. Do vra Dirama, a plagos par dje. Është plagos e Dirama. E ka brin atë plum e Dirama. Me nërë me thëmë balanica i merë ajër të ashti. Nuk pite jashtë. Ja, kush? A i plume ka marrë Diramën brin, tash i merë babanica ajër ati. A i dytën të presën Ma balë. pa nisa ka mërë ka herë ati se bis ka gjone. Të dytën e kanë balë tash ja, zotni. Po se sa nisi. Po një, fillo të shi. Jo, po jepi tash. Unë që jeni të dy mi menje. Do të futem unë që të bëti menje e tretë. E di ku e me menin Atë një rëstemi 2 doli. Kush e vrau, ha? Kush, kur dali i treti ka për të bënë ato si thuti. Ata të Unë mëdhej. të dalë. Unë, sinqerisht, i them ngushëllime familjes për personin, Po. e para, e dyta, kam një kënaqësi sepse dorë një në rëstem, unë këtu kam marrë intervista 100 herë, dhe kam kërku me Familje mund të 100 herë. ketë bregdetej, ai ka vilën bregdet. Lutem, zotni, prit, Ato. marim anën njerëzore. Ai boni. Prit, lutem, Sa vjet ka si po noti? lutem, Ne bojnë me Sa vjet argument, ka që po noti? Flasim bë. A kene i vila që bregdet? ja vash, Ai ka vilën bregdet. ja vash, zotni, flasim anë njerëzore, Bravo. ngushëllime familjarëve. Po, Ka ik, Ke kamera, keni. ka ik e ka ndrujet, thash, iku e para, e dyta, a i plum, është 10 vin. për e Diramën, brin, dytën tash ta presën ballë, kaq. A thuhet të nodhe kjo thua? A ishte zemrat e popullit Do të kjo nodhe. gjë që Nuk diskutohet. Zemrat e Nuk diskutohet. Ai një gabim e ka bën. Për mua. Ai si person bën një gabim. Ai nuk duhet të nisë fishek aty. Ai duhet të rundë e Diramën. Pik, atë ta vriste. Kush? Çfarë? Dirama Ki tha nuk tako toka jote, i thoj. Ki po të e vrite dhe jashtë aty, po e ka bon si Avni Rustemi, si burra. Në zotni. Shkaku është e Dirama. Nuk e bën Shkaku, nëse do, janë dy persona në këtë punë. Është Sali Berisha dhe Edi Rama, që duhen vrarë. Të dini me ata, janë 3. Po i ke burr.
Morë veshë, ne si vrasim, se simi të zotë, jemi të likë. O regjistrojtë ose... Jo, po regjistrojmë tani. Po tani si ishe këto zgjedhjet e Bashkia e Tiranës? Qire zgjedhje? Po është zgjedhën o zotni. Është zgjedhën. Ti ke kënu këti? Është zgjedhën o zotni. Jeni të dy mi menjë. Po ju zotni, si menoni? I ka këtë hajdu të Si menoni? Kush i fiton zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës? Hajdutët. Po i ka fitu është këtë. Kjo gruja, sa kjo? Hajdutja. Ja sa më nësë, ku e di Hajdute? Po ku e di Hajdute? Po ku e di Hajdute? Nuk është Hajdute. Me kënë Hajdute ishte mund të mërenda jo është. është shumë e regullt. Shumë e regullt, shumë e regullt. Regullë e se në bashkiki hajdut, është patronazh i zet. Të pyes ty, qa ka bo më te për Zogu se Edi Rama? Zogu ka bo, se e boni këtë rrugët i boni prismarit. Zogu ka bo ma mirë, saj. Një qo, ti dhe unë e kemi njo... Mori Florini. Më falj, e kemi njo për trasar. Lutem, e kemi njo për trasar. A me Zogun. Ka që burë ma mirë se këto. Prit, tashi, a nuk ka bo ma shumë se Edi Rama. Nëse ka trasu kush komin, jo Shqiprin, komin shqiptar, është Edi Rama. Edhe nëse do vra, shpet do ky. Nuk ka rrug dytë. E do plumin balë. Aj, quniri, i lumë dora, po, du ta mjëtë. Është kesh për ata se hiku, për ata është Ti kesh. jam mjëtë në balë, këti, hajdutit. Se të kapin do të arrestojnë me to që te, Kush? arrestunë dhe gjajnë aty. Le të më arrestojnë, se vras menen fare, absolutisht. Se vras menen. Shka, se kam. Nuk e kam. Se kam. Po ju si Se o komuniste. i një pa gjithë kjo. Një religiozini. Nga i vrasin vit thotë, po nga i vrasin vit thotë pastrohet. Ora, ka qenë maj mirë ai si o vra, tjeri dun vra tjeri para ati. Se i kanë dosit aty, nuk i hapin. Ja, ky plum që mesazh. Mesazh e ka vrarë Edi Rama që brinjë, ka hap vrimën thotë. Mere këto. Ai që mesazh për prokurori, për gjyqtar, për qeveritar, për deputet, se një gjonë dish, që nga 90 e sot që bëjmë mohabet në këtu, nuk ke pas deputet mirë fill në Shqipëri. Janë kanë hajduta, mafios, kriminela, njerëzit më të likë që ka pjellë historia, janë këta. Apo një gjonë, janë këta deputet që nga 90-a. Pushtetin 90 e deri sot jeni i brez, ja që thot i brez i ri për shumë. Ju thoni që s'ka pas as i deputet nga 90 e mësot. A mund të jap një emër? jepe. Fatmir Gjindi në Fiera. A vritej Fatmir Gjindi? E ka vrarë pikërisht sepse Berisha ka shkuar Berisha më duket ka shkuar ditën e parë, doli kundra Berishës, ditën e dytë dhe ka vrarë te Ullind. Një nga të vetmi deputet në qytetin e Fierit, i cili nuk e njoh kur korrupsionin. Po si Fatmir Gjindi ka patur edhe deputet të tjerë të cilët kanë qenë disa, jo të gjithë, po kanë qenë një grup deputetësh ose vritej Sokol Loldashi. Kush e vrau? Se kush e vrau? Ai bën incident. A vritej Sokol Loldashi? Azem Hajdar, Sokol Loldashi këto ne e dim. I ka vrarë Sali Berisha. O zotni, i ka vrarë Sali Berisha. Sokol Loldashin edhe Azem Hajdarin. Sali Berisha vrarë dhe tërpuen. Sa janë vrarë në tërpuen? Janë mjëllë shpi janë tërpuen, zotni. Azem Hajdari që i parë. Mëse i fat me hak në kompanije, ja mjulli shpi, e shemi kullën e... Ajde, ditë që ka ardha, ajde, flitet për vrasje, bëhet gjyqi këtu në sheshin e Tiranës. Nuk bëhet më ke gjykata, bëhet e sheshin e Tiranës, që ditë ka ardhë, te gjykata bëhen vrasje, tu në shesh bëhet gjyqi. Se kemi ardhë të ditën. Që të thuhet sot, publikisht që Berisha ka vrarë Sokol Lodashin, ka vrarë Azem Hajdarin, ka vrarë Haklet. Po më burë, i kenë gazet më zotni, i kenë gazet, kërkoj gazetat para 20 viteve, 30 viteve, i kenë gazet që gjithë, shkryt në gazet i ke lezuti, si ke bon shkollën, i ke mësu. Jo, s'ka pas lezuar, kam qika betarja. Kërkoj se në gjenë. Për pjesën e në fakt të Zoj Loldashi. Ne e se prapë, mirë, program tjetër. Por ja që njerëzit kanë mlefe shumë. Këto mlefe janë trashigim, i shumë viteve u bon dekada. Për ishte gafa më e madhe që bërin fillim Berisha. 7500. Prit, më vonë u ba 7501, se ne kemi jetu. Edhe ngritëm zërin për këtë problem, edhe i thamë, kjo lëvizja lirë ka problem të jashtëzakonshëm. Partia Punës i ka ruajtur dokumentat edhe ishin
tapijat i thohet ke parasysh në gjuhën e vjetër të popullit. Mirë po çauba u bë qëllimisht. Pse? O mbjell qëllimisht. Pse? Nuk dohet të shkonte tek i Zoti. Pra disa ngjyra të cilët u të tërsune, ja nuk është të shkruajtur, po është e thanën në heshtje, kupton ti me zgjuarshi? Sepse asnjë nuk don t'ja fali pronën tjetrit. Pa të tjetrit. Pronën e don secilit vetën. Edhe ne që i kishim kuptimin e mirë, nuk kemi në kuptimin, në akoma nuk e kemi marrë. Pse? 35 vjet. Mirë po, nuk ishte ajo që kërkohej, po ishte krejt tjetërsi. E kemi ngritur, ja kemi thënë Berishës qysh në fillim, që po bën një gaf, po fut njerëzit në luftë civile. Ja ku është. Ishte, shikoj e konkluzion, edhe sot me del në televizor, edhe me bën si burri mirë, gjoja që ne në kuptimin po i dalim zot. Po ne i thamë në fillim, kur të vi fshatin qytet, ku do t'i bëj pronat? Në pronën e tjetërit, atëherë një rrëmuj e madhe, ja shikoni pësoja. Unë ta kam thënë, edhe po e them për i përsëris, kam thënë ku në media këtë gjëra. Kam jetuar në Shkodër, edhe kjo u bë qëllimisht. E qëllimshme, të mos shkoj në shumicë dërmuese pronën tek i Zoti, por lamsh. Edhe kjo është një pasojë që po na rëndon, po na vret, edhe ja katastrofat. Do ndodhin. Pra kjo se çka po ndodh është një gjellë e gatuar nga këta vetë, se Berisha doli po i kemi pritur, miku i kemi pritur. Po i kemi pritur. Ne i di miku i kemi thënë. Pa do marrë funi herë kjo gjë? Ja, vështirë është. Është vështirë. Është vështirë se është forma. Do ditë ngjarje të tilla si kjo me gjyqtarin. Është forma e tillë e brumit, e cila është gatuar, edhe ky gatim këtë gjë do japi. Është një zemrat kjo gjë që ndodhi kjo ngjarje. Jo, duhet ta kuptoni se unë po thash edhe një herë, po e them për vites. Si mund të bëj sekretari i partisë, ish komunisti e në verit demokrat, është qesharake, nuk ka ndodhur kërkon në botën lindore, vetëm në Shqipëri. Dikuj interesote, pra një shumicë kishin edhe me interes. Pse? Lëvizi. Zotri, Shqipëria, Demokratia, Mitsotakis shumë kriminal diktatur. Por, është shumë e vështirë të rregullohet. Nuk largohen nga pushteti, 35 vjet disa, po që donë? Po ne pse na hoqën nga puna? A kemi ne detyrime? Nuk kishim ne kulturë shkollë? Kishim. Në lën jashtë. Po ja pasojat sot që janë me pensionet, qesharake, minimale, nga kush, nga ato pra që janë kohen. Kujtja kemi borç. I kam shkruar një kujta. E kam shkruar artikull, kujtja kemi borç vitet. Tamam, po atë si që kemi lexuar tek ju, po e shohim çdo ditë konkretizuar. Unë i kam të botuar ato. Shikoj sot, si e përjetojnë, edhe këta janë gjëra që me të vërtet të dhimbsin në shpirt, por ka një gjë, ky është konkluzioni. Si ka mundësi që populli i gjithi pas sa ngjarjes ka shpërthyer në rrjet, kudo po të bësh një lloj sondazhi, pjesa e madhe thonë që bravo i qoftë trim ai njeriu që goditi gjyqtarin. Tashti ka një problem. Njerëzit prej dekadash, pra 35 vjet janë fry. Kanë mi ngarkesë. Mingarkesa është psikologjike. Mirë po. Για 2 minut πρέπει φόληση Ministri drejtësisë Grekë shumë kriminali. Delatisës marrë për radio. Rritë që po flasim du. Ναι, αλλά φλάς δικτατούρα Γρεκής, όχι Κυπρίας. Ωραία, είμαι Κυπρία και με άλλα τιέρα. Κυπρία δημόκρατσι. Si konkluzion. Njerëzit kanë mblefe, kanë gjithë parlojesh. Disa janë pasunuar jo pak. Disa janë tepër keq. Pra, aktualiteti është i vështirë, vrasë është i vështirë, shumë i vështirë.
tema është tepër e bukur, tepër e veçantë dhe kërkojnë domosdo. Jo vetëm disa njerëz që na dalin për natë, na bëjnë disa lider, disa gjoja lider, gjoja analist, gjoja vetëm ne dim. Jo, një pjesë janë të paguar kot. Vazhdojnë ato me dekada. Si mas ngjyrave që i paguajnë, gjoja më duk si njerëz të mirë. O, duhet aktualitet, njerëzit e vërtet, njerëzit që e përjetojnë. Jo ato që influencojnë. Bravo! Po që me zgjidhin mu probleme disa që dalë edhe thotë, edhe nuk mund t'i shoh me sytë ballit, pse na vamin sytë. Po të shikosh njerëzit, po të shikosh njerëzit, edhe t'ju a thuash hapur, thuajnë e mendimin një pjesë nuk e thojnë, nuk ju intereson. Kurse një pjesë ju intereson, kanë edhe frikë. Basta qaj bëthek që po flasim. Karabush. Hin biset, po si hin biset e idiot. Ka që të rash. Shqipta, po jem të rash. Hin biset si idiot. Zëtni me leja, mu të plas. Pse qesh? Po jem të rash, e kësho e meritoj disa. Po të gjoj me vëmendit dhe shqanodhi. Po të rash që hin biset dhe si me gjenë bole. Unë i kështu ja bëja qirëp dhe grinë. Ja bëj qëllimisht, në hajnë mod disa si bolet. Po, ku, do të me në gjuhë të intervizën me prejden, ja? Do të një prej këto të një? S'ki, prej. Veç disa janë krejt bole, krejt idiota. Nese se në shkëpudhën nga fili dhe të mesazh të burë. Prit se e gazetari me shkollë, edhe me kulturë. Vjen tjetë të hinë, u të bole, idiotit qisha ropë. Idiot. Ti ke gjëshpa i vlet lavën të bizu, apo? Kësh din bot, kësh me marë paret edhe, vetë me rrunë paret. Bojar Qamili dhe kantar Shkodran. E ka dashik. Edhe din me folë të aman, ke shkollë të aman. Burri keq. Fin magjia, shë e ka të klasë, një, profesori e. Tani... Që dhe me shpikja, masë shka. Bëje këtë loj pytje. Do bëjmë pytje tjetër. Bëje këtë loj pytje. Të japë mendime unë ide, këtë loj pytje. A menoni se ne do t'a gjejmë gjuhën e përbashkët si shqiptarë, si kombë, për pronat, për vlerat tona, që pronat të shkojtë i Zoti, të bëhemi me të vërtet një kombi qytetëruar të shkërkon në Europa. A gjehet thu ti? A gjehet thu? Pak vështirë, po ne duhet të gjejmë. Me përpjekjet, duhet të bëjmë të probleme. Duhet të kryojmë. Tani pak të Bashkia e Tiranës për kandidaturat, si e shet tani, se kanë shpall kandidaturat. Disa me vjet turp kur i një gjë emrin. Turp me vjen kur i një gjë emrin që janë. A ka dhe me jetë njërë ka. Besoj se populli do di ta gjej. Me gjithse populli në shuminë dërmuese mbetet turp. Akoma jemi në perceptimin e turmës. Po. Mbetet turp. Në shuminë dërmuese, nëse je me partinë je i mirë. Pse me partinë ke mirë? Me partia është interes. Po ata që s'kanë një parti, janë të marrum ata, janë kotë. Pra, këto që janë kanë format që përdoren në Shqipëri edhe ushqihen vazhdimisht me këtë formë. Jo. Ma dinjetoza që nuk është në parti. Ai që është në parti është me interes, ka ngjyret, ka klanin. Pa ja, del do të pa parti, të spate i mbështet. Jo. Ashtë vështirë. Kështu ushqyem. Kështu na ushqyem. Dhe kështu në qark, nuk e nga të jam bashkë. E kam thënë, kush tjerë leshit, kush hanë? Preshin, e kam shkruar në gazet. Pra, ne i kemi disa gjëra. Për Manasiliun dhe Florian Binaj. Unë për vetë time, Zotin Binaj e vlerësoj për një diçka që quhet humor i thjesht. Humor i thjesht. Kur
për jetën time, se më rregullon vlera. Kur? Pse? Marsilio? Është më lartë. Është më lartë, ka nivele. E ka provuar. Mirë, e ka pasqyruar. Mirë po, kemi qef kur shojmë njerëz që me të vërtet pasqyrojnë diçka, japin diçka. Duhet jemi original. Ne shohim disa në parlament, turp t'i kesh pranë. Po për që janë ato? Nuk kanë asnjë farë aftësijet, po kanë një aftësi të jashtëzakonshme. Kameleonin e bëjnë në mënyrë të përsosur. Po që është kameleoni? Kameleon. Se e kena kështu, mos harron. Përshtes, kesh net, rryzov. Net, mirë pafshim, kalofshim. Faleminderit, mirë pafshim. Dhe përsa u përket ngjarjeve aktuale ka patur shumë ndryshime, qoftë te kryetari i bashkisë që janë zgjedhur në 6 bashki dhe presidenti Bega i dekretoi. Asnjëse do të thotë që janë 6 bashki. Do që ti je bëj rezume tani se çka ndodh. Në hapësirë. Po, edhe vrasja e gjyqtarit Kalaja dhe ajo ishte një ngjarje e tronditës që ndodhen këta ditë. Dhe mbar opinioni publik është i tronditur nga raste të tilla, pasi siç e dini detektorët e metaleve du të jenë dekoracione, por du të shërbejnë për funksionin që po, për të kryen funksionin që duhet kryen. Për të kapur njerëzit e pandërgjeshëm. Dhe si e komenton këtë ngjarje? Ta nisim me këtë ngjarje në rrugë që ka tronditur gjithë shoqërinë shqiptare. Po, si e komenton si ngjarje? Po, është e vërtet, pasi edhe shtypi botëror ka folur për këtë ngjarje. Unë lexova gazetën Le Monde, pasi siç e dini i kam mbaruar studimet e larta në frëngjisht. Dhe thoshte për 6 mujorin e parë të vitit 2025 janë konstatuar, domethënë 225 raste me armbajtje pa leje, domethënë që po armbajtja pa leje është 3 vite burg, domethënë nëse e mban. Jo e pat rastin në kombinat ku një makinë ishte parkuar para shtëpisë një familjari dhe kishte nxjerr kallashin pse qëndronin para shtëpisë, domethënë dhe doli në televizion e gjëra, domethënë armbajtja pa leje tani po hapet shumë më shumë pasi njerëzit nuk kanë siguri dhe shumica vuajnë nga problemet depresion nervor, dhe kjo është e rrezikshme. Por kjo ngjarje mendon se ka lidhje vetëm me këtë pjesën e çështjen e armbajtjes pa leje apo ka, le të themi, është një zemrat e popullit, ajo se çka ndërmori ky riu kundrejt gjyqtarit? Po, tani rasti është në Shkodër, domethënë dhe atje varet si bot kuptojnë jetën njerëzit, por duhet patur parasysh që vetë ajo zyra që merret me vëzhgimin e këtyre, domethënë do të kishte bërë një kontroll fizik pavarësisht që detektorët nuk funksionuan, po edhe u fut me armë. Detektorëve dhe armbajtjes pa leje. Po ajo si çka shtyu këtë të riun, këtë pjesë së armbajtjes. Po ai ishte në apel, domethënë gjyqi apelit domethënë se e kishte humbë një dhe i dyti, po fajin nuk e ka as personi që ka vrarë dhe as gjyqtari. Fajin e ka avokati që e ka mashtruar, i ka thënë e fiton dhe më jep kaq tek edhe ashtu. Ajo është futur në borxh tani dhe e ka pa që edhe lekët po ikin. Ti pas sa shku kodën do të kishe vrarë avokatin. Ta kishte nisë me avokatin më mirë që po çka i ka shtyrë shoqërinë shqiptare ose këta njerëz? Kush është ai hendeku, ajo gropa e madhe që po i çon njerëzit drejt këtyre veprimeve jo të hishme dhe jo normale dhe kaq dhimbshme që kanë tronditur shoqërinë shqiptare? Po është e vërtet, ju po të shihni televizion klanin te dila shqiptare, shihemi në gjyq, aty ke plot debate me prona, me çështje private, me gjëra. E ka pas një viti e ka po, domethënë nuk është fillestare, ky problem vazhdon secila palë ka pretenduar, në qoftë se do i kishte dhënë drejtën ki, pala tjetër do e kishte goditur me armë. Gjystare, po se në një vendim njëra anë cënohet. Edhe duhet patur parasysh tani që mirë do ishte që gjyqtari t'ja jepte përgjigjen e vendimit, t'ja jepte avokatit ose t'ja çonte me posë dhe jo t'ja thotë ballë për ballë, se një ligj të kështu. Pa ajo është domethënë diçka e rrezikshme ku edhe i mori jetën. Por siç e dini, qeveria Roma 4 që sapo ka nisur punën, po domethënë edhe ministria e brendshme e re
Albana tani po merr masa domethënë dhe i duhet lënë pak kohë që ti vë këto punë për vije, domethënë qoftë në sistemin e drejtësisë, qoftë në kontrollin e qytetarëve që jeta të bëhet më e sigurt për ne, për ne qytetarët dhe 10 milion turistat që janë vit. Ra ritmi thot regjizori, kështu që jepi pak ritëm tani, jepi ritëm tani, na thyt diçka që të shkundërsh, tani komentet në rrjetet sociale glojnë dhe flasin, thonë që mirë ja bëri gjykatësit. Po tani mirë në kuptimin se secili ka... Çfarë tregon kjo? Për te pjesës ngjarjes që ne shprehim ngushëllimin e familjes, secili ka ngjarje e rënd, por tani çfarë shet tek populli, domethënë për ngjarje të tilla dhe për këtë problemin me pronat, me pronësit, domethënë. Çfarë shet këtu që njerëzit, a është ky realisht problemi më i madh që kanë shqiptarët? Unë kam lidhur në shtator dhe shtatori është domethënë peshorja në horoskop. Peshorja është simboli i drejtësisë. Drejtësisë, bravo. Dhe tani unë do përpiqem me studimet që kam, domethënë në provimet e shtetit, qoftë në doktoraturë, qoftë në master, qoftë në bachelor që i kemi patur provimet e shtetit e këta gjitha këta, do jap të kuptohet që drejtësia është qore, miope, po ka raste që shikon dhe në errësirë. Ndaj, duhet patur parasysh që vendimi në qoftë se është për shembull i shkallës parë në anë të banorëve, apeli duhet i kishte dhënë të drejtë të këtij që goditi Ervisit. Dhe kështu që shkalla tjetër pastaj e përcaktote më saktë, pasi s'mund t'japësh një spal, s'dyti po as e pale, domethënë se atëherë u mbet edhe shpresat e drejtësia. Dhe kjo domethënë bën që qytetarët të mos kenë më besim te drejtësia, por t'i zgjidhin nëpërmjet armëve, t'i zgjidhin nëpërmjet njëri tjetrit, domethënë me gjuhën e armëve. Dhe kjo domethënë është diçka që dëmton imazhin e drejtësisë dhe duhet patur parasysh që dhe spaku tani. Mendon se kjo gjë tani do t'i hapi rrugë, le të themi, shumë shqiptarëve që kanë probleme me drejtsinë dhe me pronat. Do të kthehet, le të themi, si diçka në normalitet, gjë që të shkosh vrasësh një gjyqtar, vrasësh një avokat. Tani ti drejtohesh drejtësisë është pak një formë më e lehtë, domethënë zgjidhje e problemit. Se shumicën e zgjidhin vetëm me armë, me dhunë, me thika, me gjëra, domethënë, me shamata, me eksplozivin që poshtë makinës. Po, është e vërtet, ka raste shumëta, domethënë, dhe në përgjithësi. Është rasti i tretë që vritet një gjyqtar në Shqipëri, a? Po, në përgjithësi bota inteligjente, domethënë, bota që e kupton në mënyrën e tarsjetumit. Tani që kemi diellën ministre digjitale, të inteligjencës artificiale dhe numerike, atëherë do bëhet e mundur që çdo gjë si në jell benja, domethënë që merr dokumentat, ashtu do kaloj edhe vendimi i drejtësisë. Drejtësisë? Po, ishte më mirë sipas teje për ta mbyll tani këtë pjesë. Po, atëherë nëse për shembull je në të kishim gjyqtar për shembull nga inteligjencë artificiale. Je në WhatsApp për shembull, edhe gjyqtari është në sallë për shembull ose në zyrë, edhe ti je përballë ti domethënë në kompjuter, në laptop aty dhe ta komunikon direkt domethënë pa qenë prezencë në sallën e gjyqit, si në kohën e Covidit. Dhe kjo do ishte edhe diçka edhe më e sigurt si për gjyqtarin dhe për vetë qytetarët, por tani duhet patur parasysh që kemi po, inteligjencë artificiale, Franca e ka, domethënë, një ministër për inteligjencë artificiale, por është natyrale, domethënë, dhe ka shumë funksione tjera veç kësaj, është me numerikun dhe është me financat, domethënë, dhe një gjë e tillë në qeverinë Roma 5 mund të ndodhë. Do ke për këto për sa i përket situatave që ka të bëj psikologjia, llafologjia, ato çështje që janë pak më më sociale, domethënë. Po tani shumica futet inteligjencës. Shumica e qytetarëve janë me kartele.
Dhe ata që me kartel psikopati diçka të tillë, domethënë. Mos hyt, lutem. Po, kemi fjalën te njerëzit agresiv, te njerëzit që përdorin armën, përdorin dhunën, domethënë si mënyrë zgjidhje të problemit. Ne kalojmë pak te kjo çështja politike për 6 bashkitë në Shqipëri dhe atë që është më kryesorja, që është e Tiranës, për Bashkinë e Tiranës që janë shpallë kandidaturat. Edi Rama prezantojnë atë mbledhjen e famshme Manastiriu. Po për Tiranë është Manastiriu dhe për PD-n është Florian Bina. Po nga ato 3 kandidaturat e tjera që ishte Flori, ishte Florian Haçkaj, ishte Ermal Hasimja, ishte tjetër? Edhe ajo e Vlorës, ajo. Po ti më pse si ishte ti më, kjo më bërë habim, po prisja të ishte edhe emri. Po duhet patur parasysh që nëse do isha unë kandidat, atëherë do shkoja te një kancelari, edhe do i thoja bëj 300.000 cop, domethënë votoni Gazin. Po. Edhe në çdo shtëpi te kutia pozës do ja vendosja, domethënë. Si Amerik. Po, edhe ata kur ta shikonin, edhe bësh edhe një orë për të familjar, edhe në të njëjtën ko njerëzit mendonin atë japim një mundësi edhe këtij thosë ashtu. Pse nuk kandidovëm? Ç'a ndodhe? Se unë po tani e prisja. Përballë Manastiriut unë s'kam shansa. Pasi ai ka qenë ministre e shëndetësisë dhe ministri i shëndetësisë edhe në kohën e Covidit domethënë dhe njerëzit thonë më mirë ja japim kësaj që është figurë botërore, se sa njëri që vjen nga zonat malore që s'di si lidhet. Paskarave besimi fare domethënë, edhe mënyra tjetër është domethënë që edhe te Florian Bina si ka ai ka imituar Edi Rama dhe nuk është do kushdo, edhe kështu që ka mbështetjen e Partisë Demokratike të Doktor Berishës dhe kështu që ju e dini që PD-ja ka 500.000 vota në Shqipëri, domethënë, dhe tani nëse zoti Këlliqi e mbështet, domethënë, të nisë Surja, edhe PD-ja bashkë, domethënë, me alatët e saj e mbështesin me PL-n me nisë Surja e këta gjithë, atëherë mund të bëhet një kandidat i fuqishëm përballë Manastiriut dhe mund të kesh shumë pak diferencë votash, po Manastiriu e fiton. Po për të se folën për profesorin, për pedagogun Arlin Qori, se edhe ka shpallë kandidaturën. Po Arlin Qori e ka tërheq kandidaturën, pasi sheve që ka lajë më të fundit, ka legjenda, po të flasim. Edhe tani është vetëm Kibine që edhe nisma bashkë. Po u tërhoq pasi nuk ishte i sigurt në fitore. Mami të rigjën të sa të fliqëm. Po, se kjo e bëri që të mos devaskohet. është bin me veten, është me vetbesim plot që do jetë përballë Manastiriut dhe doja dali. Po, shpresojmë që PD-ja të përgatisë një program të qartë të fuqishëm që të binë qytetarët, pasi nëse vazhdojnë me programin e dikushëm PD-s për zgjedhjet bashkiake, atëherë si duhet komplet një program i ri që të bindet qytetarit. Sa përqind ka Florian Bina që ta fitoj? Po, mund të jetë 45 me 55, domethënë, ajo për Manastiriun, po nuk është shumë, domethënë, e madhe, pasi një qytetarët. Po, në qoftë se Erjon Velia aty nga Qelia i Burgut, se ai tani nuk është dënuar akoma. Po, gjykata kushtetuese. Por atë është kërkuar nga kryetari i Bashkisë Tiranës, por në qoftë se ai hedh ai kandidaturën për kryetar bashkie, se s'është dënuar akoma. Po, ai një nuk e pranon ndërheqjen. E para, po. E para, dhe e dyta, domethënë, ai nuk ka një vendim të formës prerë, domethënë që është i dënuar. Po, edhe ai ka hapësirën për me prezumimi i pafajësisë, siç i thonë frëngjisht, prezumim de innocence, domethënë, akoma nuk i është shëruar, domethënë, dhe BE-ja ndjek nga afër, domethënë, çështjen e politikës shqiptare, ku dhe vetë ambasadori Gonzato ka shprehur, domethënë, mendimin e tij në lidhje me situatën e dënimeve në Shqipëri, por siç dihet, SPAK-u ka provat mjaftueshme për Velian që
ai të dënohet me burg dhe ndaj edhe presidenti Bega mori një vendim, dhe me thonë, për zgjedhje të parakoshme bashkiake në Vlorë, në... Por, marrë mirë as hipotetik, në qëse të futej Garë dhe Erion Veliaj. Është pra Manastirliu, Erion Veliaj ishi i pavarur dhe Florian Binaj. Po. Kush nga këta tre mendon ti që do të fitonte? Tani unë kam patur nënën kryetare bashkie në Maqellar, dhe për shembull në atë kohë kur ishte... Kur Maqellar kishte më shumë banorë se sa Tirana sot. 16.000 banorë, do të thonë. Dhe tani ai e vendoste partia, për shembull, Partia Socialiste, se kush do jetë kryetar bashkie. E njëjta gjë është edhe këtu, nëse Partia Socialiste vendos Manastirliun, ai e fiton më vëlla, nuk tani ishi i pavarur Erion Veliaj. Tani Erion Veliaj përballë këtyre dyve. Po Erion Veliaj o shpirt. Si që thash dhe pak më parë, njerëzit nuk votojnë personin, votojnë partinë. Ato e dishin gjithë se Lalieri është i korruptuar, është pra njeriu më të paf, politikan më të paf nga Partia Socialiste po ta vendosin prapë do fitojnë se ishte skemi çfarë flasim më miq, ju përshëndesim, rrojmë kod, frymojmë kod, mendojmë sikur votojmë dhe zgjedhim, por më në fund lërat kanë mbaruar. Gjithçka i tha gazet që transmetoheni te satelitët Albania 1, Albania 2 dhe gjithë ato dronët që keni të ndajnë sinjale ku tonë në botë, merrni vesh se çfarë po ndodh në Shqipërinë edhe në arenën politike të Ali Ahmetin. Se s'folëm fare për ta. Për ta mbyll tani se kemi publicitet. Se Ali Ahmeti tha, domethënë që do ishte mirë që të isha kryetar bashkie, po nuk e shoh të arsyeshme që të marr pjesë në sprint. Dhe me thonë se, siç e dini, është fundi i mandatit të kryetar bashkisë, dhe me thonë. Muaj dhe ishte kandidati më perfekt, dhe ishte më i mirë. Dhe me thonë është njeriu më i pastër dhe në figurë, dhe me thonë. Jo dhe i pastër, për ka dhe ndërgjegje, është me norma, ka më shumë norma. Ai nuk është politikan, por është më shumë njeri. Ke syrin e ekspertit, dhe me thonë, dhe... Po duke një ty të tjetër, më pëlqen, dhe me thonë... Por edhe gjithë ata që të kërkojnë vazhdimisht, më pëlqen analiza jote politike, dhe me thonë se... Për të mësuar dhe për kultivuar ato si çka është mbjell prej kohësh nga legjenda Don Juani. Po. Ajo që është pozitive me ty është, do të thonë, se ti nuk mban as kanë e PD-s, as kanë e PS-s, do të thonë. Je i vetmi që arrin ta lexosh të gjë dhe këtu i ka vë pikën me këtë. Ju përshëndesim. Dhe Pisku do jetë krenar me Altinin që arrin të jep një vizion tjetër politikës shqiptare dhe kjo është pozitive. Mendoj që ti je deputet në të ardhmen. Pasi nëna imi ishte deputete dhe ta uroj një gjë të tillë dhe ti do të thonë që tulesh. Se kisha menuar. Vash për vllasi je mosheret. Ti e di që tani 150 vjet jetë njerëzit. Të përshëndes. Ke kohë deri atëherë. Jo, pastaj që kështu si po vinë gjërat, do të jetë tepër vështirë që nëse gjykatat nuk ose nëse drejtësia nuk zgjidhet, kjo do të kalojnë veç gjyqësi siç bëri pikërisht edhe zotëria. Uroj të mos ndodh kështu. Ti thua që pritet të kthehet në trend, në modë, Sorollatja, jo, nuk është normal, nuk them se është normale. Po që mënyrën se si, nëse lihet në këtë formë, do ta kthejnë veç gjyqësi. Vuj dorën drejtësia e vërtet. Nëse nuk vjen drejtësia e vërtet, mendoj që do të jetë problem shumë dhe do të kërkojë ndoshta masa më të repta. Do shkojnë me tank, jo vetëm me pistolet. Tamam me tank. Nëse keni parë këta policë me skafanda, do duhet të pajisen ashtu në përgjykata. Por e thash, nuk duhet dhe nuk uroj që të vi kjo kohë, por nëse drejtësia nuk vjen dhe nuk vendoset në vend një ditë, kjo do të jetë rruga si do të bëhet trendi. Kështu që mos i çoni njerëzit drejt kësaj vetgjyqësisë siç bëri zotëria, të cilën askujt nuk ja uroj. Jo gjyqtarit dhe po askujt. As hasmin i thon për mos të ndodhë një gjë tjetër. Bravo, ky është mesazhi. Miq, ju përshëndesim.